Një prej plazheve më të bukura dhe më të veçanta të Bregdetit të Vlorës, plazhi i Akërnisë, është lënë i shkret dhe po përballet me mungesë të theksuar vëmendjeje nga institucionet përgjegjëse në prag të sezonit veror, ndonse konsiderohet një nga zonat më të vigjura dhe më të frekuentuara nga pushuesit, të cilët kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Gjendja aktuale e plazhit lë shumë për të dëshiruar. Banorët e zonës dhe operatorët e vegjël turistik shprehen se deri tani nuk është ndërhyrë as pak për përgatitjen e plazhit për sezonin turistik. Sipas tyre, rëra nuk është pluguar ende, si dhe mungojnë ndërhyrjet bazë, që zakonisht kryen për sistemimin e hapësirës bregdetare para mbërritjes së turistëve. Përveç kësaj, problem mbetet edhe pastrimi i territorit, ku mbetjet e ndryshme vijojnë të jenë të pranishme në disa pjesë të plazhit. Akërnia, e pozicionuar në njësinë administrative Novosel, është një destinacion i cili vit pas viti tërheq vizitor vendase të huaj, fal vijës së gjatë bregdetare, rërës së pastër si dhe peizazhit natyror. Megjithatë, sipas banorëve, mungesa e investimeve dhe shërbimeve bazë po e dëmton imazhin e kësaj zone me potencial të madh turistik. Vetë banorët e bizneset sezonale kanë marrë përsipër një pjesë të punës për mirëmbajtjen e mjedisit. Ata tregojnë se janë të detyruar të pastrojnë hapësirat përreth dhe të kujdesen për mbetjet, në mënyrë që plazhi të mbetet sa më i frekuentueshëm për vizitorët. Sipas tyre, ndërhyrja për plugimin e rërës është kryer vetëm një herë një vit më parë dhe që prej asaj kohe nuk është përsëritur më. Përfaqësuesit e bizneseve sezonale ngrenë gjithashtu shqetësimin se pavarësisht pagesës së detyrimeve vendore dhe taksave nuk marrin shërbimin që ju takon. Ata theksojnë se mungesa e kontenierëve të mjaftueshëm dhe mos grumbullimi i rregullt i mbetjeve krijon vështirësi si për aktivitetet tregtare, ashtu edhe për pushuesit të cilin zgjedhin këtë plazh. Bashkia këtu ka një 3-4 vjet që subsidiare. Çuko vjen na janë para 13 vjetësh, vjen këta të Novoselës, unë jam pa pana. Si jam të krau të jam tek. Vinin këto vite zëvare, i pasojnë këta pjesë e këtyre i kanë një 2-3 lokale që janë këtu. I mbledhin, je këti, je këtu vërtall, apo unë, duke mbaj vetë pasër një marrë, me vetë plosha shëshit. Do është doni marrin këta lokale, i mbledhin, kanë makinat i qojnë lartë në Vosela atje ku jam, qendrat. I qojnë ato pasës. Asë rëra nuk është pluguar. Jako. Rëra këtu mund them unë 5 vjetë është pak. 5 vjetë është pak. E kush më 2 muaj të televizor këta zonës thonë që u ka gjetur atje. Se ky atje rri. Po duhet të pluguar? A, gjë e mirë është. Është pluguar një vit, o e di si rinë e kumi. Mo si themi si që s'u njerë. S'është për pluguar, jo asë gjë. Vetëm njerë ma e mundë, kjo pruri komuna këtej pru iniciator me plug. E plugoj e goxha këtu, e plugoj deri në andetit. Këna ishin njesit. Ta shi, jo, ma fare nuk do, asë komuna si ku do t'in më këtë. Edhe i so pruki qef tyre në Voselës e ne për nësë i qytej. Edhe ata e bërë për saptyre, se bërë ata për popullit të vinjate. E bërë për saptyre tyre që do bërin këto. Qa do bërin resort e këtej? Me thënë të drejtën, vite nuk është për pastrim. Tak më paguajme taksat, nuk kam një për pastrimin e mjedisit. Nuk është bërë këto vite, po si vjet me të kërtanere, me rrën, nga ka prementuar, dhe në të bëjë një kërkes në përmjet televizionit, se ne plerat këtu jemi 4-5 biznese, ta 6, i mi vjet i shonim në koshat e Novoselës, se këtu në pjull nuk lejash. Edhe se vjet dhe bëjë një kërkes kërtas që da bëjë 5 kosha nga to kontinjerë, të pompat të pak. Shumë të pompa, që mos të ngrej plerat, e birrar me fshat e vjetë. Se qojnë plerat që gjiat e idovojt i shonë më lagjet e Novoselës, ke i bërë shumë lafi, nuk e di. Ja këtë kërkesë që. Po plugimi rërës nuk duket pluguar, duhet pluguar? Nuk pluguar, këtu se ky plazh që të sajmë si jashtë pjesë verdhë. E plazh i vigjës, nuk kam të pluguar, po plugimi dhe këtu nuk bëhem, po do një pastrim, te pastrimi e kisha unë, nga bjera të kontinjerët, të vi makina vjen në Vosel, tani më që po rruga, se vjetë nuk vide se gjëra si të nuk vide kamionit si të rruga keqe. Po si vjetë që po rruga, ta me mëdhe që nga ka premtuar, që sigur do bjena dhe kontinjerët, të shprejnë, plerat i shumë në pjafë. Banorët dhe sipërmarrësit kërkojnë që gjatë muajve të verës, mjetet e pastrimit të përfshin itineraret e tyre edhe zonën e Akërnisë, duke garantuar grumbullimin e përditshëm të mbetjeve, si dhe mirëmbajtjen e plazhit. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të ruhet pastërtia dhe të përmirësohet përvoja e turistëve, të cilët vizitojnë këtë pjesë të Bregdetit. Teksa sezoni turistik ka nisur dhe fluksi i vizitorëve pritet të rritet në javët në vijim, banorët shpresojnë që institucionet vendore të reagojnë sa më shpejt për të mos lënë në harres një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme të zonës së Novoselës,
Malës dhe të gjithë qarku të Vlorës. Akërnia mbetet një destinacion me potencial të jashtëzakonshëm, por që kërkon kujdes dhe menaxhim të vazhdueshëm për të shndërruar në një pikë referimi të turizmit bregdetar. Plazhi i Trovorit, Ministrinë Administrative të Novosëlës, është një plazhet më të virgjëra dhe të zbuluar ndoshta së fundmi për bukuritë e tij natyrore, por megjithatë duhet dora e njeriut për mirëmbajtjen e tij, për ta pastruar, por edhe për të pluguar rërën, me qëllim që në këtë sezon turistik të krijojë kushte sa më të mira për pushuesit vendaze të huaj, të cilët do të mund ta frekuentojnë.